Në episodin e sotëm, Sadakat nis një hetim të fshehtë për të zbuluar të vërtetën rreth një fëmije të quajtur Serhat, për të cilin pretendon se është djali i Myzhganit. Ajo mendon se shumë detaje nuk përputhen, veçanërisht për faktin se lindja e fëmijës është kryer në Gjermani dhe informacionet e deri tanishme duken të paqarta. E vendosur për të zbuluar të vërtetën, Sadakat kërkon të marrë informacione të sakta dhe të verifikuara, por me një kusht të rëndësishëm: askush nuk duhet të mësoj për insistimin dhe hetimin e saj të fshehtë. Çfarë sekretesh fshihen pas lindjes së Serhatit dhe si do të ndikojë kjo e vërtet në jetën e të gjithëve? Ndërsa Meriem sjell Myzhgan dhe Serhat në konak, ku ata priten jashtëzakonisht ngrohtë nga Sadakat. E vendosur që mysafirët të ndihen si në shtëpinë e tyre, Sadakat urdhëron menjëherë që të përgatitet edhe dhoma e mysafirëve për qëndrimin e tyre. Megjithatë, kjo pritje e ngrohtë nuk kalon pa tension. Reagimi i Aliës tregon qartë se ajo nuk është as pak e kënaqur me praninë e Myzhganit dhe Serhatit në konak. Pakënaqësia e saj sjell një atmosferë të tensionuar dhe ngre pikpyetje mbi konfliktet që mund të shpërthejnë në vazhdim. Boran telefonon Sadakatin dhe i kërkon llogari për vendimin e saj për të ftuar Meriem në konak. Ai dyshon se pas kësaj ftese fshihet një plan i mirë menduar dhe kërkon të di se çfarë po përpiqet të arrijë Sadakat. Sadakat përpiqet të justifikohet duke thënë se e bëri këtë vetëm sepse Denis dëshironte praninë e tyre. Por Boran nuk bindet as pak nga ky shpjegim. Dyshimet e tij ndaj Sadakatit shtohen dhe biseda merr një kthes shumë e tensionuar. Në fund Boran e kërcënon hapur Sadakatin. Nëse ajo po e gënjen, ai do të dalë para të gjithëve dhe do të zbulojë sekretin e marrëdhënies së saj me Xhmelin. Myzhgan këmbgul se duhet zbuluar patjetër nëse Xhian është babai biologjik i Serhat, por Meriem e këshillon të qëndrojë larg kësaj çështje, duke paralajmëruar se e vërteta mund të sjellë pasoja të mëdha. Nga ana tjetër, Ayla dhe Xhian kalojnë momente të ngrohta me Denizin dhe Serhatin, ndërsa lëshojnë balona në qiell. Duke parë këtë skenë familjare, Meriem ndjen xhelozi dhe pengesë, duke dëshiruar që të ishte ajo në vendin e Aliës. Duke përfituar nga situata, Myzhgan futet fshehtas në dhomën e Xhianit në kërkim të një mostre floku për të bërë testin e ADN-s. Kur ajo tenton të marrë furçën e dhënëve të tij, Meriem e ndalon në momentin e fundit, por përpara se të largohen, ato kapen në befasi nga Xhian dhe Alia. Për të shmangur dyshimet, Meriem justifikohet duke thënë se Myzhgan kishte ngatëruar dhomën e saj me atë të Xhianit. Gjatë rrugës, Alia dhe Xhian diskutojnë për sjelljen e dyshimit të Myzhgan. Alia është e bindur se diçka nuk shkon, por Xhian përpiqet të qetësojë duke sugjeruar se ndoshta Myzhgan e kishte ngatruar vërtet dhomën e saj me atë të tijin. Papritur, rruga e tyre ndërpritet nga burri Meriem, i cili kërkon Xhianit t'i kthejë Meriemin. Por Xhiani përgjigjet prerazi se Meriem nuk dëshiron të jetë me të dhe ka të drejtë të qëndrojë larg tij. I zemëruar burri e kërcënon, duke thënë se do të bëjë gjithçka që edhe Alia të ndahet nga Xhiani. Pas këtij përballimi të tensionuar, Xhiani kërkon Aliës të kthehet për të jetuar në konak, në mënyrë që të jetë më e sigurt. Megjithatë, Alia refuzon. Ajo shprehet se nuk i trembet kërcënimeve të këtij burri. Frika e saj e vetme është se Boran mund t'ia marrë djalin. Alia e acaruar dhe mbushur me ankth, i kërkon Xhianit që t'i sjellë menjëherë djalin pranë saj. Ajo shprehet qartë se nuk do të shkelë më në konak derisa të fitojë kujdestarinë e plotë të fëmijës. Megjithse Xhian këmbgul që Alia të kthehet bashkë me të në konak për sigurinë e saj, ajo refuzon kategorikisht. Duke parë se nuk arrin ta bindë, Xhiani urdhëron Kadirin që t'i ruajë dhe ta vëzhgojë çdo person që mund t'i afrohet. Këtë bisedë të tensionuar e dëgjon edhe Fejas, i cili duket se po përgatitet për një plan të errët dhe të rrezikshëm. Meriem zhvillon një bisedë të tensionuar me Myzhgan, duke e paralajmëruar se Sadakat ka filluar të dyshojë për sekretin që ato fshehin. Myzhgan pranon se po të mos ishte ndërhyrja e Meriemit, ajo do t'i kishte treguar tashmë Sadakatit të vërtetën. Megjithatë, Meriemi lutet të mos e bëjë këtë, duke theksuar se Xhiani nuk ndjen dashuri për të. Por Myzhgan e sheh situatën ndryshe. Ajo beson me bindje se Xhian do ta dojë
edhe më shumë sa po të mësoj se Sehrat është djali i tij biologjik. Nga ana tjetër, Sadakati i rikthej në mendje momentet kur njohu Sehratin për herë të parë dhe e pyeti për moshën dhe për babain e tij. Por Sehrat i tregon se babai i tij ka vdekur kur ai ishte vetëm 2 vjeç. Dyshimet e Sadakatit bëhen edhe më të forta. Tashmë Sadakat nuk është e bindur nga historia e sajuar e Meriemit dhe është e vendosur të zbulojë të vërtetën. Ndërsa në këtë skenë të fundit, Sadakat dhe Shahin përpiqen me çdo kusht të bindin Naren që të nënshkruaj dokumentet për abortin e fëmijës, por Nare refuzon kategorikisht, e lodhur fizikisht dhe emocionalisht, ajo ndihet keq dhe bie pa ndjenja. Në panik të madh, Shahin i premton Sadakatit dhe Fidan se do të bëjë të pamundurën për të futur Naren në operacion, madje edhe nëse duhet të falsifikoj firmën e saj. E mbytur në lodhë dhe dhimbje për vajzën e saj, Sadakati lutet Shahinit të gjejë një zgjidhje sa më shpejt. Nga ana tjetër, Alia dhe Deniz marrin pjesë në festën e organizuar nga Fejas, të shoqëruar nga Kadiri. Por Fejas ka përgatitur fshehtas planin e tij të errët. Ndërsa Denizi largohet me Kadirin, ky i fundit goditet dhe lihet pa ndjenja. E tmerruar që nuk po gjen djalin e saj, Alia nis një kërkim të dëshpëruar, por në vend që ta gjej, ajo bie në kurthin e Fejazit dhe rëmbehet së bashku me Denizin. Ndërkohë Xhian vjet me njëherë në ndjekje të tyre, por pas një ide se ku mund t'i kenë çuar. A do të arrijë Xhian të shpëtojë Alien dhe Denizin para se të jetë tepër vonë. Por pyetja është, çfarë do të ndodhë në episodin e ardhshëm? Xhian ka shumë gjasa të përballet drejt për drejt me Fejazin në një përballje. Alia dhe Denizi do të jenë në rrezik serioz dhe çdo minutë do të jetë vendimtare. Sadakat mund të zbulojë të vërtetën për Sehratin, duke ndryshuar përgjithmonë marrëdhëniet në familje. Por a do të arrijë Myshgan të provojë se Sehrat është djali i Xhihanit? Gjendja e Nares mund të sjellë një konflikt të madh mes Sadakatit dhe Shahinit. Episodi i ardhshëm pritet të jetë një nga më emocionueset dhe më dramatiket, me sekretet që mund të dalin në dritë, përballje dhe vendime që mund të ndryshojnë fatin e të gjithëve. Si mendoni, si do të përfundojë përballja mes Xhianit dhe Fejaz? A do të zbulojë Sadakat të vërtetën për Sehratin? Si do të reagojë Xhiani nëse mëson se Sehrat është djali i tij biologjik? A do të guxojë Shahini të falsifikojë firmën e Nares? Po Nare, si do të reagojë pas kësaj? Shkruani parashikimet tuaja në komente. Lexoj çdo mendim dhe mezi pres të diskutojmë bashkë episodin e ardhshëm.